Ju përshëndes të gjithëve, ju uroj mirëseardhje në edicionin informativ të orës 15 në Report Televizion, ku do të njohim ngjarje dhe zhvillimet e deri tani përgatitur nga kolegët e redaksionisë së informacionit. E nisim me titujt kryesor. Procesi i djeshëm për rikonfirmimin e Berishës në krye të Partisë Demokratike u zbatua mbi një formulë hibride që bën në pikpyetje vlerën ligjore të gjithë procedurës. Pas një referencë në statut, Partia Demokratike e shiti si referendum procesin, ndërkohë që në fletën e votimit ishte përdorur termi vot besim. Të dyja këto procese statuti i parashikon ndryshe dhe s'kan asnjë lidhje me atë që ndodhi të shtuan. Asgjë nuk e ndal integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, tha kryeministri Edi Rama në rubrikën e tij Shënimet e javës, duke akuzuar opozitën se ka tentuar të bllokojë rrugën europiane të vendit me protesta, molotov dhe sulme ndaj qeverisë në arenën ndërkombëtare. Reagon kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi. Sipas tij, pengesa kryesore për vendin është vetë kryeministri dhe korrupsioni. Ai thotë se çështja Balluku ka rënduar pozicionin negociues të Shqipërisë. Në një sulm masiv me 10 raketa dhe dron, Rusia goditi Kievin gjatë natës, duke lënë 4 viktima dhe mbi 50 të plagosur. Nga sulmet u godit edhe kompleksi ku jeton ambasadori shqiptar Ernal Filo, i cili përshkroi ekskluzivisht për Report Televizion momentet e panikut. Diplomati shqiptar thanë se përmasat e bombardimeve ishin të papara deri më tani. Ministria e Jashtme dënoi jashtë për sulmin dhe njoftoi se ka thirrur për shpjegime ambasadorin rus në Tiranë. Informaliteti po godet xhepin e moshës së tretë. Shifrat zyrtare të siguruara nga Report Televizion tregojnë se 55% e pensioneve të pleqërisë janë të pjesshme pasi nuk kanë plotësuar vitet e punës. Vjet, thot Instituti i Sigurimeve, pensionet e reja u lidhen me 24 vite punë, nga 38 vite, 8 muaj të domosdoshme për të marrë pagesë të plotë. Ndërkohë në deklarimi i pagave po bën që pensionet të jenë të ulta. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani janë pranë një marrëveshjeje paqeje, njoftoi presidenti Donald Trump. Sipas mediave, ajo do të quhet deklaranta e Islamabadit dhe mund të përfshijë rihapjen graduale pa taksa të ngushtisës së Hormuzit dhe lehtësimin e disa sanksioneve ndaj Iranit. Por Teherani thotë se asnjë vendim nuk do të merret pa autorizimin e liderit suprem Ayatollah Mojtaba Khamenei. Ndalemi mëgjërësisht, fillimisht me zhvillimet nga politika. Procesi i djeshëm për rikonfirmimin e Berishës në krye të Partisë Demokratike u zbatua mbi një formulë hibride që vë në pikpyetje vlerën ligjore të gjithë procedurës. Pas një referencë në statut, Partia Demokratike e shiti referendumin si një proces, ndërkohë që në fletën e votimit ishte përdorur termi vot besim. Të dyja këto procese, statuti i parashikon ndryshe dhe s'kan asnjë lidhje me atë që ndodhi të shtunën. Në përpjekje për të maskuar një proces pagar brenda partisë, në Partinë Demokratike përdorën një sër përcaktimesh për zgjedhjet e djeshme për kryetarin Sali Berisha, që vë në pikpyetje vlerën ligjore të gjithë procedurës. Në të gjitha daljet mediatike ditët e fundit, edhe organet drejtuese apo organizative të zgjedhjeve, por edhe vetë Berisha, e cilësuan si referendum për kryetarin procesin e djeshëm brenda partijak. Por në fakt, statuti i Partisë Demokratike ka një nen të tërë për referendumin brenda partisë dhe në asnjë gërm të tij nuk lidhet me atë proces që u zhvillua të shtunën. Në nenin 11 të statutit të PD thuhet qartë se por çështjet të një rëndësie të veçantë në Partinë Demokratike thirren dhe mbahen në referendume, në të cilat thirret për të votuar e gjithë anëtarësia e Partisë Demokratike të Shqipërisë me të drejtë vote, duke u shprehur me një po ose jo. Pra, për një çështje të një rëndësie të veçantë me një pyetje të qartë që referendumi duhet t'i japë përgjigje, ndërkohë që zgjedhjet e djeshme për kryetarin e PD u organizuan për shkak të përfundimit normal të mandatit 4 vjeçar të Berishës, i cili e kishte marrë detyrën pranverën e vitit 2022. Në fakt, pas emrit të Berishës në fletën e votimit, ishin alternativat pro, kundër dhe abstenim, ndryshe nga çfarë parashikon statuti i PD për referendumin. Një tjetër element që vihet në fletën e votimit dhe që vërteton që në PD ka bërë një proces hibrid duke bërë një mishmash zbatimi nenesh në statutin e partisë si një Frankenstein, është futje në fletën e votimit të termit vot besimi për kryetarin e PD-s. Statuti i PD-s ka vetëm një nen ku flet për vot besim të kryetarit.
Në pikën 9 të nenit 46 të statutit thuhet qartë se kryetari futet në vot besim pas humbjeve të zgjedhjeve vendore. Ne nuk jemi pas humbjes së zgjedhjeve vendore. Në fakt, neni që duhet të zbatuar ishte pika më lartë në nenin 46 që thot se pas humbjes së zgjedhjeve të përgjithshme, kryetarit i quhet mandati i përfunduar dhe nuk lejohet rikandidimi. Nen që Berisha e ka harruar që ekziston edhe pse e pagëzoi vetë si Neni Basha. Por sipas statutit të PD, lejohet një garë pa alternativa. Çudia te statuti është që detyrimi për të pasur rival përballë nuk është për zgjedhjen për kryetarin e partisë, por një detyrim i tillë ekziston për kryetarin e degëve të PD apo kryetarin e Këshillit Kombëtar, zgjedhje të cilat bëhen vetëm me të paktën 2 kandidatura alternative. Një nonsens pasi për zgjedhjen për kryetarin e partisë kërkohet më pak demokraci se sa zgjedhja e kryetarit të degës. Me siguri formula e përzgjedhur ditën e shtunë nga Sali Berisha për të vazhduar kontrollin e partisë është bërë me një formulë hibride që statuti nuk e ka kurkund dhe që vë në pikpyetje vlerën ligjore të gjithë procedurës. Asgjë nuk e ndalë rrugën e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, tha sot kryeministri Rama në rubrikën Shënimet e javës, duke akuzuar opozitën se ka tentuar të bllokojë rrugën evropiane të vendit me protesta molotov dhe sulme ndaj qeverisë në arenën ndërkombëtare. Kreu i qeverisë tha se kalimi i vendit në një fazë të re të bisedimeve për antarësim, ato të përmbylljes të kapitujve dhe fondet e reja nga plani i rritjes janë prova se Shqipëria po afrohet me shtëpinë e madhe europiane. Të martën, qeveria shqiptare do të ulet përballë përfaqësuesve të Bashkimit Evropian në Bruksel në konferencën ndërqeveritare me Bashkimin Evropian. Takimi do të shërbejë për të konfirmuar përmbushjen e piketave të ndërmjetme nga Shqipëria dhe për të vendosur piketat përmbyllëse për grup kapitullin e parë i njohur si themelorët. Për kryeministrin Edi Rama, kalimi në një fazë të re në procesin e bisedimeve tregon se tashmë asgjë nuk e ndal integrimin e plotë të vendit. Kemi ngjitur një tjetër lartësi të vështirë, drejt majës ku do të arrijmë me çdo kusht brenda kësaj dekade dhe ku do të vendosim flamurin e Skënderbeut dhe të Ismail Qemalit aty në oborin e shtëpisë madhe të Europës së Bashkuar. Në rubrikën e tij Shënimet e javës, të cilat i bëri pak para nisjes nga Tokyo, kreu i qeverisë hodhi një lumë akuzash ndaj opozitës, e cila sipas i bëri gjithçka për ta zhgaravitur Shqipërinë në syt e partnerëve tanë kudo ku ishte e mundur, mblidhu e hidhu lart e poshtë, për të kërkuar ndëshkim, bllokim, izolim për Shqipërinë, duke lënë kokrën e namit si asnjë opozit tjetër në historinë e integrimeve europiane të vendeve që sot janë pjesë e Bashkimit Evropian apo synojnë të bashkohen me të. Rama foli edhe për planin e rritjes ku Shqipëria do të përfitojë 49 milion euro nga financimet e Bashkimit Evropian dhe sipas tij është një dëshmi që Shqipëria është një histori suksesi. Forca Shqipëria, asgjë nuk e ndal dot Shqipërinë evropiane. Përfaqësuesit e vendeve anëtare arritën të dakordsonin pas gati 3 muajsh diskutime një qëndrim të përbashkët për Shqipërinë, dokument i cili pësoi ndryshime të shumta krahasuar me variantin fillestar të propozuar nga Komisioni Evropian. Qëndrimi i miratuar ka një gjumë të ashpër ndërsa teksti vendoset tek rezultatet konkrete për sundimin e ligjit dhe reformat. SPAK dhe presionet politike ndaj tij dalin në plan të parë, ndërsa korrupsioni cilësohet si shqetësimi thelbësor. Dhe pas këtij podcasti të kryeministrit Edi Rama, i cili u ndal në rubrikën Shënimet e javës pikërisht në rrugën drejt integrimit europian, ka reaguar kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi. Ka vetëm një gjë që e ndal Shqipërinë europiane, quhet Edi Rama, shkruan Bardhi në një reagim në rrjetin social Facebook. Ai shprehet se Bashkimi Evropian i vendosi Shqipërisë 34 kushte të rënda sepse Edi Rama mbrojti me votë në parlament korrupsionin dhe i siguroi Belinda Ballukut imunitet nga arrestimi i SPAK-ut, shprehet Bardhi. Kreu i grupit Partisë Demokratike flet për raportin e miratuar nga vendet anëtare, duke nënvizuar se gjua që është përdorur e ka rënduar pozicionin negociues të Shqipërisë pasi korrupsioni ishte shqetësimi vendimtar i Unionit. Sipas Bardhit, Bashkimi Evropian kërkon mbikëqyrje efektive dhe të papenguar parlamentare, përfshirë komisionet hetimore, një të drejtë që Rama ja ka mohuar sistematikisht opozitës.
Një sulm masiv rus me raketa dhe dron në Kiev goditi natën e së shtunës kompleksin ku jeton ambasadori shqiptar në Ukrainë, Ernal Filo, i cili përshkroi ekskluzivisht për Report Televizion momentet e panikut. Diplomati shqiptar tha se përmasat e bombardimeve ishin të papara deri më tani. Ministria e Jashtme e dënoi dhe shpërsoi sulmin dhe njoftoi se ka thirrur për shpjegime ambasadorin rus në Tiranë. Këto janë pamjet e sulmit rus në kompleksin e banimit ku jeton ambasadori i Shqipërisë në Kiev. Pallate në flag dhe ndërtesa të shkatruara janë pasojat e goditjes me raketa e dron. Ekskluzivisht për Report Televizion, ambasadori Ernal Filo e quajti të tmerrshme mbrëmjen e djeshme. Nga godina që është goditur këtu pranë, edhe gjitha fasadat që kanë rënë këtë radhë, them se ishte vërtet e frikshme. Shumë i vështirë ka qenë, shumë i vështirë dhe njerëzit, të gjithë banorët që e përjetuan atë moment, u larguan me panik, si thua kishte fëmijë të vegjël që filluan të qanin. Diplomati shqiptar thotë se në rast të sulmesh ka sinjalizime në mënyrë që banorët të zbresin në vende të sigurta, por këtë herë situata ishte jashtëzakonshme. Ka qenë nga sulmet më të rënda që ka ndodhur, që nga koha që ne kemi hapur ambasadën në vitin e kaluar. Ministria e Jashtme shqiptare njoftoi se ka thirrur për shpjegime ambasadorin rus në Tiranë, Aleksej Zaitsev. Kjo është e papranueshme, targetimi i zonave civile dhe vënia në rrezik e personelit diplomatik përfaqëson një përshkallëzim të rënd dhe një tjetër kujtesë të zymt të kostos njerëzore, të agresionit të vazhdueshëm të Rusisë. Në postimin e tij në platformën X, duke dënuar ashpër për sulmin e mbrëmjes së shtunës, ministri Ferit Hoxha rikonfirmon qëndrimin në mbështetje të Ukrainës dhe ripërsëriti thirrjet ndaj Rusisë që të ndërpres sulmet e t'i jap fund luftës. Një emigrant nga Bangladeshi, i cili punonte në një kompani për ndërtimin e mjeteve lundruese, humbi jetën mëngjesin e së dielës si pasojë një zjarri që përfshiu një nga mjediset e kompanisë. Shkak për ngjarjen mendohet të jetë bërë rrjedhja nga një bombul gazi që ndikoi edhe në përhapjen e flakëve dhe tymit, i cili shkaktoi asfiksinë e punonjësit dhe dëmtimin e një tjetër kolegu të tij nga Kenya. Zjarri që përfshiu kuzhinën e një kompanie private në flak të Durrësit rezultoi fatal për Omer Faruk, 25 vjeç nga Bangladeshi, i cili kishte zgjedhur Shqipërinë si një mundësi për të punësuar. Edhe pse kolegët ndërhyn dhe arritën ta nxirrnin, ai nuk arriti dot të mbijetonte për shkak të asfiksisë nga tymi i dendur. Një tjetër punonjës i huaj, 30 vjeçar nga Kenya, ka pësuar dëmtime dhe u dërgua për ndihmë mjekësore në spitalin e Durrësit. Shkak për ngjarjen mësohet të jetë bërë rrjedhja e një bombule gazi në mjediset e gatimit për punonjësit e kompanisë, e cila merret me prodhimin e mjeteve lundruese. Ndërhyrja e zjarfikësve ndihmoi në kufizimin e flakëve, të cilët rrezikojnë përfshirjen e ambienteve të tjera të kompanisë. Mësohet se një grup ekspertësh po hetojnë shkaqet e ngjarjes, ndërsa në mjediset e kompanisë mboritën dhe përfaqësues të Inspektoriatit Shtetëror Teknik dhe Industrial. Një 17 vjeçar ka mbetur i plagosur me armëzjarri në kokë në shtëpinë e një shoku të tij 19 vjeçar në Tiranë, ku ishin mbledhur në një festë me miq, duke konsumuar alkool. Policia arreston autorin e dyshuar 19 vjeçarin Rigels Sylaj, i cili mësohet se është djali i një ushtaraku dhe që kishte ftuar 3 shokët e tij në shtëpi dhe gjatë festës po u tregonte një pistolet të cilën e kishte pa leje. Gjatë këtij momenti, kur i riu dyshohet se po u tregonte armën duke ia drejtuar të miturit, pa qenë në dije se ajo kishte fishek në fole, e ka shkrehur atë duke lënë plagosur në kokë njërin prej tyre. Të rinjt në gjendje të tronditur e kanë nxjerrë shokun e plagosur në oborrin e banesës private tek ktesa e Kamsës duke thirrur një ambulancë. Në dëshmitë e para ata kanë pretenduar se kishin dëgjuar një të shtënarme nga jashtë dhe se shoku i tyre ishte gjetur i plagosur në obor. Por gjatë marrjes në pyetje kanë pranuar se plagosja kishte ndodhur brenda banesës gjatë momentit kur 19 vjeçari po u tregonte armën. I mituri i plagosur ndodhet në gjendje të rëndë në spitalin e traumës.
Informaliteti po godet xhepin e moshës së tretë, shifrat zyrtare të siguruara nga Report Televizion tregojnë se 55% e pensioneve të pleqërisë janë të pjesshme pasi nuk kanë plotësuar vitet e punës. Vitin e kaluar, thot Instituti i Sigurimeve, pensionet e reja u lidhen me 24 vite punë, nga 38 vite e 8 muaj të domosdoshme për të marrë pagesë të plotë. Ndërkohë në deklarimi i pagave po bën që pensionet të jenë të ulta. Puna në të zezë e pa regjistruar në organet tatimore dhe pa kontribute të derdhura vijon të shfaqet me pasoja negative për xhepin e pensionistëve. Shifrat zyrtare të Institutit të Sigurimeve Shoqërore tregojnë se 353.000 pensionist, nga gati 640.000 në total, marrin një pagesë pleqërie të pjesshme për shkak të viteve të punës së pamjaftueshme. Kjo shifër është rritur në krahasim me vitin 2024, kur ishin 316.000 pensione të pjesshme. Përmes një përgjigje zyrtare, Instituti i Sigurimeve Shoqërore thot për Report TV se vjet u lidhen rreth 55.000 pensione të reja, të cilat kishin mesatarisht 24 vite e 6 muaj punë, nga 38 vite 8 muaj që ishte detyrimi për të përfituar pensionin e plot. Për shkak të viteve të pakta të siguruara dhe kontributeve të ulta, vlera mesatare e pensioneve të pleqërisë në vend duket se qëndron në vend numero. Pensioni i pleqërisë urban në fund të 2025-s ishte 20.123 lek, në rritje me 514 lek krahasuar me 2024-ën, ndërsa pensioni rural i pleqërisë u rrit me 435 lek vjet dhe arriti në 12.313 lek, duke përfshirë këtu edhe efektin e indeksimit që ndodh çdo vit në tetor. Për te viteve të punës pa deklaruar, pensionistët e rinj po vuajnë pasojat e rënda të fshehjes së pagës reale nga bizneset, shoqëruar me kontribute të tkurrura. Pensioni mesatar urban vjet ishte sa 23% e pagës mesatare të vendit, prej 86.984 lek, ose sa 50% e pagës minimale prej 40.000 lekësh që ishte në vitin 2025, ndërsa në raport me minimale në këtij viti prej 50.000 lekësh, vlera e pensionit urban zbret në 40% të saj, kurse pensioni mesatar i pleqërisë rural është sa 13% e pagës mesatare dhe sa 30% e pagës minimale të vjetshme, ndërsa në raport me pagën minimale të këtij viti, pensioni rural ulet në rreth 24%. Përveç punës në të zeza apo nën deklarimit të pagave që si pasojë sjell kontribute të reduktuara e më pas pension të ulët, vendi po përballet me sfidën demografike, uljen e lindjeve dhe emigrim të fuqisë punëtore. Sot për të paguar 100 pensionistë kontribuan 117 të punësuar, ndërsa në 2030 pritet që kjo shifër të zbresë në 113 të punësuar, ndaj edhe skema e pensioneve vijon të jetë prej një dekade deficitare. Përcillet në banesën e fundit mes nderimeve mjeshtri i madh Birçe Hasko. Aktori i dhjetra roleve dhe karaktereve të veçantë do të prehet në vendlindje në Dukat të Vlorës. Të përlotur, kolegët e tij, aktor të shquar, shprehën mirënjohje për kontributin e tij në kinematografinë shqiptare. Familjar, akademik dhe artist i dhanë këtë të diel lam të mirën e fundit aktorit të madh Birçe Hasko. Në ambientet e teatrit kombëtar të operës dhe baletit, nga ora 10 deri në orën 12:00 u zhvilluan homazhet në nder të mjeshtrit të madh, ku dhjetra qytetar, kolegë, miq u përkulën me mirënjohje para figurës së një prej emrave më të spikatur të skenës shqiptare. Birçe Hasko do të prehet në vendlinjen e tij në Dukat të Vlorës. I përlotur Petrit Male, teksa kujton fillimet e njohjes me Haskon, thotë se ndjehet ende borxhlin ndaj tij. Profesor Birçe Hasko ishte një nga aktorët që e njifte jetën më shumë se të gjithë. Dhe profesioni ynë do që ta njohësh jetën. Gjithmonë na i thoshte këtë që kur ishim student, duhet të vëzhgoni, duhet të qëmtoni, duhet të kqyrni mirë, duhet ta njihni jetën. Më ka ikur një njeri i cili më donte, por edhe e doja shumë. Nuk e di sa ja kam kthyer, të them të drejtën, sepse më ka dashur fort. Jam përpjekur që çdo 7 mars t'i çoj një tufë me lule. Ai e meritonte. Ai ishte personi që më futi në shkollë, ishte në komision kur kam hyrë në shkollë.
Regjizori Kiço Londo, ish student i Birçe Haskos në Akademinë e Arteve, kujton atë jo vetëm si pedagog, por si një model njerëzor. Kemi humbur një emblem shumë plançe të artit shqiptar, ka bërë kaq shumë mirë, ka shpërndar kaq shumë njerëzillëk sa jam i bindur që do të prehet në paqe dhe jam i bindur që yjet e tjerë sa po ta shohin do ta përqafojnë fort. Të pazëvendësueshëm e konsideron Haskon edhe aktori Timo Floko. Ai ishte një personalitet me një integritet qytetar dhe njerëzor të pashembullt dhe vendin e tij sigurisht në karakterin që kishte rrallë do ta zëvendësojnë. Unë do ta kujtoj prerë si një mik të paruar. Me largimin e Birçe Haskos në moshën 84 vjeçare, i cili ndroi jetë të shtunën e 23 majit, skena shqiptare humb një artist të rrallë, ndërsa publiku një nga figurat më të dashura që me 10 role e interpretimet e tij do të mbetet në memorien e artit shqiptar. Erdhëm në fund të këtij edicioni informativ për ditën e sotme në Report Televizion në orën 17 takimi radhës me Departamentin e Informacionit. Faleminderit që na ndoqët. Vijoni që ndroni me ne, mirupafshim.